Urdhri I psikologut vazhdon të jetë në ngërç edhe pas zgjedhjeve të fundit të mbajtura, ku fituese rezultoi Brunilda Laboviti, e teksa ajo u paraqit në zyrat e urdhrit të psikologut, u përball aty me ish presidenten, e cila sipas saj nuk I liron karrigen. Sot ishte e mirëpritur për ta lënë detyrën me nder zonja Treska, nuk do, atëherë sigurisht kemi gjithë të drejtën për ta atakuar dhe të kërkuar të drejtë që na kanë dhënë zgjedhësit. Nga ana tjetër, Valbona Treska thot se po respekton procedurën për të pritur deri në 3 ditë ankimime nga kandidatja tjetër, e cila ka garuar me Brunilda Labovitin. Këtu nuk bëhet fjalë për të liruar zyrën, se është, domethënë mua vjen keq që keq përdoret në këtë formë. Mbaruar mandati. Ja, po unë deklaroj vetë që më ka mbaruar mandati, nuk ka nevojë që të më vijë njëri dhe të më thotë që ka mbaruar mandati. Presim vetëm procedurat ligjore në mënyrë që të vijoj. Problemi qëndron që ne sot nuk kemi ardhur të nxjerrim jashtë zonjën Treska, absolutisht. Kemi ardhur të marrim detyrën në dorëzim. Dhe këtu është ngërçi. Zonja Treska, të paktën me sa më komunikoi zonja Laboviti, ka thënë ti si presidente nuk të njoh dil jashtë. Këtu qëndron. A I njihni Mua këtë vjen keq zgjedhje? shiko, se nuk më vjen shumë keq domethënë që bëhet në këtë formë. Unë ju them prononcimi zyrtar I urdhrit psikologut është duhet ndjekim procedurat ligjore dhe të presim që të bëhen kalimet e organeve qetësisht. Laboviti lajmëroi edhe policinë e shtetit, e cila erdhi në vendngjarje dhe ftoi ankuesit për të bërë kallëzim në policinë e shtetit.